Presidenti Amerikan Donald Trump ka publikuar në rrjetin e tij social Truth Social një foto ku shfaqet me kryeministren italiane Giorgia Meloni. Vetëm pak përpara samitit të rëndësishëm të NATO-s në Ankara i parashikuar për 7 korrik. Foto e publikuar të dielën ora 22:51, një ditë pas festimeve të 4 korrikut, tregon Meloni me Trumpin gjatë samitit të G7-s në Evian. Mbi imazh shfaqet mbi shkrimit: duhet një urdhër ndalimi. Ky veprim konsiderohet si një tjetër sulmi drejt për drejt ndaj kryeministres italiane pas disa ditësh tensione mes Romës dhe Washingtonit. Pas samitit të Evianit, Trump kishte deklaruar se Meloni ishte lutur për një foto së bashku. Kryeministra italiane ju përgjigj akuzës përmes një video në rrjetet sociale ku tha: unë dhe Italia nuk lutemi kurrë. Lëvizja e presidentit amerikan shton më tej tensionin përpara samitit të NATO-s, i cili nis nesër pasdite në Ankara. Takimi pritet me interes të madh pasi do të mbledh krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të aleancës. Në qendër të diskutimeve do të jetë ardhmja e NATO-s në një periudhë kur kohezioni i saj po vjet në provë. Prej javësh ekspertët dhe përfaqësuesit diplomatik të qeverive po punojnë për të shmangur një përplasje mbi çështjen kryesore: sa duhet kontribuojë secili vend për mbrojtjen e përbashkët. Ministri italian i mbrojtjes Guido Crosetto tha se samiti është ndërtuar për të shkuar mirë, sipas tij angazhimet do të respektohen dhe çdo vend do të paraqitet me hapa konkret në drejtimin që kishte premtuar. Çështja kryesore për vendet europiane mbetet objektivi për të çuar shpenzimet e mbrojtjes në 5% të prodhimit brendshëm bruto. Crosetto u shpreh se nuk sheh më shumë probleme se në samitin e kaluar dhe parashikoi që takimi të jetë i shkurtër me një kohë zgjatje prej 3 ose 4 orësh. Megjithatë ai pranoi se mbetet një faktor i paparashikueshëm qëndrimi i Donald Trump. Çfarë do të bëjë Trumpi do ta shohim, tha Crosetto. Presidenti amerikan pritet të takohet mërkurën në Ankara me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Gjatë javëve të fundit, Trump ka kritikuar disa partnerë europian për atë që ai e konsideron bashkëpunim të pamjaftueshëm në luftën kundër Iranit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte është përpjekur të zbusë tensionet, megjithëse shkaktoi debat me një deklaratë për përdorimin e bazave italiane nga SBA. Rutte u ka bërë thirrje vendeve anëtare të NATO-s që të mos mjaftohen vetëm me rritjen e buxheteve të mbrojtjes, por t'i kthejnë sa më shpejt fondet e reja në armë efektive dhe forcat e armatosura më të afta. Sipas tij, një vit më parë bëhej fjalë kryesisht për premtime për rritjen e shpenzimeve, ndërsa tani kërkohen rezultate konkrete. Pikërisht këto rezultate kërkon edhe Trump, i cili pritet mos shfaq harmoni të madhe me kryeministren italiane pas publikimit fotos dhe rikthimit të akuzës se ajo kishte kërkuar me këmbgulje një mundësi fotografimi me të në samitin e G7-s. Pavarësisht deklaratave të fundit të presidentit amerikan, mediat amerikane raportojnë se ai mund të jetë duke rritur presionin për të favorizuar industrinë amerikane të armëve, megjithatë vendet europiane përfshirë Italinë janë vetëdijshme se do duhet të bëjnë më shumë për mbrojtjen e tyre.